Mbrojtësit ligjor të ish-presidentit Ilir Meta, Kujtim Çakrani dhe Gülsen Shdhima dolën sot në një konferencë përshtyp për të shprehur shqetësimet e tyre mbi trajtimin e klientit. Avokatët të mbrojtës theksuan se ish-presidenti Ilir Meta mbahet në parapurgim në mënyrë të padrejtë. Çakrani theksoi se klienti i tij po përballet me masa të paarsyeshme dhe se mbrojtja do të vijojë të luftojë për respektimin e të drejtave të tij. Ne sot jemi plot 4 muaj e gjysëm dhe nuk kemi nisur seancën paraprake. Nuk kemi nisur seancën paraprake, që do të thotë është një shkelje e rëndë shumë e ligjit procedural penal, e kushtetutës, padyshim dhe Konventës Evropare të Drejtave të Njeriut. Dhe kjo e ka rënduar akoma më shumë pozitën e kësaj drejtësie që tashmë është kthyer në drejtësi inkuizitore, ku ne, unë dhe kolegu, para vitit të ri, kemi bërë një kërkesë për zëvendësimin e masës duke marrë parasysh të gjitha këto rrethana dhe në çështje në momentin ku ndodhet situata, pra çështja. Shdhima shtoi se prokuroria e posaçme ka arritur në mënyrë artificiale volumin e dosjeve, duke vështirësuar procesin ligjor dhe duke penguar ushtrimin efektiv të mbrojtjes. Janë marrë fakte, prova, akte shkresore, çfarë të doni ju të thoni, nga individë të cilët nuk kanë lidhje fare me zotin Meta. Pra, brenda kam gjetur emra të cilët nuk janë as në procedim penal, as të jetuar në gjendje të lirë, asgjë, po thjesht janë aty brenda. Thjesht për të treguar tek ne si mbrojtje që është kaq shumë e madhe si dosje dhe s'ka pse të merreni sepse është çështje e mbaruar, pra është politikisht, juridikisht e mbaruar, nuk ka pse të merreni. Dhe ky volum i kësaj dosje, pra dosja 2, Çez, tregon qartazi që është mirë organizuar që të na lodhin si mbrojtje për të lexuar. Zoti Cakrin dhe unë kemi punuar, nuk kemi lodhur fare, kemi gjetur mënyrën se si e kanë qepur dhe thjesht është vetëm diçka shumë e thjeshtë për opinionin publik. Në rast se Spaku do të kishte një indicje sapo zoti Meta të kishte zbritur nga presidenti i Republikut që të tregonte modelin, shfaqte vendimin e zotit Kastrioti Ismailit të gjykatës së lartë, që nuk përmendet në asnjë vend, asnjë rresht, mund ta lexoni, keni akses ta lexoni publikisht, dhe mund ta arrestonte për akuzën e korrupsionit pasiv, sepse për atë akuzohet korrupsion pasiv. Avokatët u ndalën gjithashtu te vendimet të gjyqtares Irena Gjoka, të cilët rrëzojnë kërkesat e tyre për ndryshimin e masave të sigurisë, duke cilësuar ato si të nxitura politikisht. Megjithatë, ata deklaruan se kjo nuk do t'i ndalë përpjekjet e tyre për të siguruar një proces të drejtë për Metën, duke përdorur çdo mjet ligjor të disponueshëm. Konferenca nënvizon vendosmërinë e mbrojtjes për të kundërshtuar çdo veprim që mund të cënojë të drejtën e ish-presidentit për trajtim të barabartë sipas ligjit.